Vetën Berisha, nuk keni pasur vot për qeverinë Kurti. A keni vot për Vjosa Osmanin nëse emri saj vjen për të votuar në kuvend? Normal, për informimin tuaj, unë kam pas vot dhe kam votu qeverinë Kurti. Po. A e votoni Vjosa Osmanin? Unë jam që me njësë institucionet sa ma parë mu përfundu, mu përmbyll me presidentin. Edhe jam shumë interesun që me pas një konsenzus cili do të qoftaj për mu. Edhe institucionet është humbje shumë e madhe në situatën që ne gjindemi, edhe është tepër e pakuptueshme për çfarë do situate ne me shku sërish në zgjedhje, sepse nuk japim kuptim për çka, nuk akceptojmë asgjë. Personalisht do doja që ta kishim një konsenzus të përgjithshëm, sepse presidenti apo presidentja duhet të jetë e gjithë neve. Do më thonë përfshirë edhe ne komuniteteve, të cilëve, po ashtu edhe ne që do të na përfaqësoj. Por nuk është ndonjë problem i madh se kush do të jetë, sepse sigurisht që asnjë parti e madhe nuk do të dalë me një kandidat i cili nuk do t'i plotëson kushtet. Në momentin që Albin Kurti flet për 66 vota, a e llogaritë edhe votën tuaj? Po, sigurisht, sepse 66 vota kanë qenë edhe në votimin e qeverinë, dhe unë jam deputeti 66 që kam votu qeverinë, dhe në të njëjtën kohë jam në të njëjtën linjë për shkak që jemi të përgjithshëm edhe kemi për obligim që me këtë dalë edhe prej kësaj situate. Mirë. Jemi në fazën finale për të kaluar në një mandat 4 vjeçar i cili është i nevojshëm dhe domosdoshmëri e kohës, moment që ne nuk do ta tejkalojmë këtë moment. Okej. Pra Vjosa Osmani nëse vije nga partia në pushtet mund të ketë përkrahjen tuaj. Absolutisht, nëse ka arrin me pas shumicën, unë jam pjesë asaj shumice tani më, edhe normalisht do ta ketë edhe tash. Unë besoj për rikujtimin tuaj, as mandatin e kaluam, as për kryetarin e kuvendit, dhe as për qeverinë nuk kam qenë pengesë, kam qenë personi i cili nëse është varur nga unë në secilin situatë do ta votojë vetëm partitë përpara, sepse edhe komuniteti im egjiptian, edhe Kosova, edhe institucionet, edhe përgjegjësitë tona ndërkombëtare që janë, na japin obligim neve që me qenë në këtë fazë të përgjithshëm edhe me krye obligimin tonë. Kështu që unë si deputet i Partisë Liberale Egjiptiane, kryetari i saj, një prej drejtuesve të këtij komuniteti, e mbaj këtë përgjegjësi dhe normalisht të ta kryej me atë që unë e di që mbaj përgjegjësi. Faleminderit shumë vetën. Faleminderit. Faleminderit juve. Ishte vetëm Berisha.